Do të cagrani, së pari, cila është gjendja e zotit Meta, se ka patur një sër polemikash nga gazetarë të ndryshëm, a ju detyrua që ti kundërpërgjigje gazetares për gjendjen shëndetësore. Cila është gjendja reale, zotit Meta? Zoti Meta është në gjendje shumë të mirë fizike, padyshim është punon çdo ditë me anë të orienton partinë, padyshim që shkruan, bën palestër, ka aktivitetin e tij dhe fizik ndërmjet atij politikëve, kështu që është në gjendje shumë të mirë dhe në formë për sa i përket anës fizike, psikologjike, por dhe morale. Kështu që nuk ka asnjë lloj dyshimi që zoti Meta është ai që ne e njohim, dinamik në mënyrën e tij dhe kaq. Të tjerat pastaj janë abuzime, janë gjëra të cilat japin ushqim portaleve, mediave kështu me radhë. Unë kam takuar para disa ditësh, ishte era e fundit që e takova. Dhe është në pritje të përfundimit të hetimeve dhe padyshim me ndeshjen e tij në gjykatë me prokurorinë për të rrëzuar ato akuzat për të cilën prokuroria pretendon që